se do të vendosë shamin mirë për thotë, kur të vendosë shamin dua që të vesh pantallona dhe xhinsa, pastaj shamin sipër. Nusja herë duhet mësoj ç'është hijabi. Hijabi nuk është shami koke. Hijabi nuk është shami koke. Hijabi do të thotë veshja e femrës besimtare, që duhet plotësoj kriteret caktuara. Duhet të jetë i gjerë, duhet të jetë jo i tejdukshëm, duhet të jetë jo i zbukuruar, duhet të jetë jo i parfumosur, duhet të mbulojë të gjithë trupin e femrës, nuk duhet t'japi detajet e trupit të femrës, duhet që shamia të derdhet mbi kokë, të derdhet mbi supe, duhet që mos përgjasoj me rrobat e meshkujve, pantallonat, këto. S'duhet përgjasoj me rrobat të grupeve të humbura, qofshin jo besimtar apo grupe të humbura brenda islam, etj. Është dinjitet. Rroba e femrës muslimane është dinjitet. Rroba e femrës muslimane do të thotë ajo shpreh identitetin e saj të besimit nëpërmjet kësaj rrobe. Për këtë arsye thoshin moshmit, nëse do me ditë fenë e burrit, shif si i vishet gruaja. E nëse do me ditë fenë e gruas, shif si i vesh gocën. Do me vu shamin thot, por ta vesh me pantallona. Shamia nuk është shami koke. Po është diçka që duhet mbrojë trupin e femrës, duhet plotësoj kritere etj. Gjitha. Për këtë arsye, kush bën ndërmend me nevojë xhabit, duhet lexoj. Duhet lexoj ç'është hijabi. Çfarë kriterë duhet plotësoj, si duhet të jetë, sa duhet të jetë, çfarë duhet mbuloj nga trupi i femrës, çfarë lejohet që duket për këtij trupi, çfarë nuk lejohet që mos duket etj.